Amin wa salatu wa salam ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falënderimet, adhurimet janë vetëm për Allahun, Zotin e gjithësisë. Mëshira e Allahut qoftë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe për mbi të gjithë ata besimtarë dhe besimtare që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Mëshira e Allahut qoftë edhe për mbi të gjithë ju. Sonte dy fjalë për një çështje shumë të rëndësishme. Të gjithë e dini që këtu në këtë jetë në ka sjellë Imam Zot. Allahu është krijuesi dhe sunduesi i gjithësisë. Dhe neve këtu në ka sjellë që të adhurojmë Zotin xhel xhelaluhu. Por është interesant, toka që ka kriju Allahu xhel xhelaluhu, neve në drejtohet me disa fjalë. Edhe thret, o biri Ademi, ti sot po thot po hec mbi shpinën time, po nesër thot do t'jesh në barkun tim. Pra çfarë kuptojmë? Që njeriu lind, rritet, hec, shetit, edhe jeton në këtë botë. Edhe shkel sipër kësaj toke. Por interesant toka na thotë se ne i ditë thotë do të jemi në barkun e tokës. Çfarë tregon kjo? Që me të vërtetë ne do të kalojmë prej kësaj jete. E thotë ti po hes sot mbi shpinën time sot. Po mos hes me krenari, me mendje mallësi, sepse një ditë thotë do shtrihesh në barkun tim. Edhe kemi parë në para arsit tonë, si janë shtërinë banesën e varrit, të gjithë i kemi pa. Gjyshrit tonë, baballarët tonë, nonat tona, të gjithë afërmit tonë janë shtërinë. O njeri, thot, toka, o biri Ademi, ti po ushqehesh sot, thot, me ushqimin tim, thot, sipër, toke, nërsa nesër, thot, krimet do të ushqehen me ty. E pa diskutueshme. Edhe shohim se njeriu sa po të kaloj në banesën e varrit, maksimumi 24 orë, edhe krijohen ata krymbat. Edhe fillojnë edhe punojnë. Për shembull, na ka qelluar që një herë të hapim një varr për një çështje, edhe sa po kishin përfunduar ata krymbat, e kishin marrë komplet mishin, kishin ngel vetëm koca. Pra, po hecët në këtë botë, në sipërfaqen e kësaj toke. Po kujdes. Konsumoj halalin, mirësi dhe begatitë e Zotit. Por jo haramet e Zotit. Jo ato që ka ndaluar Allahu xhel xhelaluhu. Por aq sa të takon, aq sa ke nevojë, shfrytëzoj ato, por mos të i kalo. Sepse një ditë thot do të jemi ushqimi i krembave. A di çfarë ndodhi herë? Dy persona përleshen njëri me tjetrin. Aq ashpër, sa që njëri e mundi shokun e vet. Edhe gjatë asaj fazës që e kishte mund atë i thot, a e di se kush jam unë? E di, thot. Ti e një njeri i ndyti, thot. Ke dal prej vendit ku del urina. Do të vdesësh. Do të filloj, thot, qelbet trupi jot dhe njerëzit tuaj më të dashur do thonë, shpejt se na qelbi vendin tonë. Çojeni në banesë varrit. Edhe emrin tha nuk do ta thrasin. Edhe ky sikur rrudhë ra pak në vete. Allah tha, kush që e ke mund? Që po i shes men këtij se të përshtrova, të munda. O biri Ademit, thot toka prap. Ti sot po qesh, thot, mbi shpinën time, nesër do të qash në barkun tim. Nuk ka sy që nuk të merrohet kur kalon banesën e varrit. Me përjashtim të atij syu që këtu ju ka friksu Zotit. Është fal, ka agjëru, ka punu punë të mira, ka dhënë sadaka, ka fal namazin, ka shku në haxh. Ky sy nuk do të ketë probleme në banesën e varrit, vallahi. Çfarë na thot toka prap? O biri Ademi,
Ti po bën gjinofe, thot sot mbi shpinën teme. Nërsa nesër do të dënohesh në barkun tim. A i keni paju këto që bën gjinofe? Vrasin njerëzit pa të drejt. Ju morin tokët, ju morin shpijat. A mendoni se ja kanë kalu? A mendoni se ja kanë hedhë? Vallahi, kemi përmend një ajet i natë këtu. Dhe kemi thonë, fëmen ya'mel mithqala dharratin khayran yara. Çdo vepër që e keni kryer sa do e vogël që të jetë është regjistruar tek Zoti. Pra vrasin njerëzit pa drejtësisht, i nxjerrin nga shtëpia. Fëmijë, gra, burrë, pa drejtësisht. E toka i thret, keni kujdes sot. Ju me të vërtet sot po e të i kaloni. Por nesër thot, do të dënoheni në barkun tim. Edhe ata do të dëshirojshin që t'ju merrej haku këtu në dynja 50.000 herë për një njeri, vetëm mos ta përjetojshin dënimin e varrit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vallahi thot, po ta dini ju se si vjen melek, sa po të largoheni ju nga ai person që e keni varros, po të një gjojshi zhurmën, do të vdisë thot nga lemeria nga të merri. Por Allahu xhele xhelalu për ne ka ndaluar se do dilshin fare të gjithë. Njerëzit thonë, po s'ka si gjaj, thot. Ja e varrosëm, ku në zhurma, s'po dim gjan fare. As po shohim gjan fare, thonë njerëzit, sepse e ka mbulu Zoti xhele xhelalu. Po mira njeri, po një gjan që ta ka çfaqë Allahu xhele xhelalu. Për shembull, bëj gjan në Itali, edhe në gjohët Shqipëri, edhe të tristohesh këtu. Një gjan me thjesht. Në Itali, se kur vjen më afër, e keni parasysh se si dredhet njeriu. Ajo është akoma më e fortë në banesën e varrit. Pra te po i punon gjinofet, thot këtu, po kujdes se nesër thot do të dënohesh në banesën e varrit. A ka shpëtim për i kësaj? Ka. Mos e shkil tokën me menja mallësi. Po shkile si njëri, si shta ka caktu Zotit xhele xhelalu. Gjurmet, komët tuja, mos tjerë nga ata komë që hesin duke punu gjinofe. Pse? Çdo vend që ka shkel ajo koma jote dhe imja, do të dëshmoj, o Zot, një ditë, një kjo komë me filonit ka kryer një gjinof. Filon vend, filon orë, filon minut, filon sekond. Mos mendoni se do shkojmë qef. Kështu që djem të ri, mos ju krenoni njëri tjetrit. Mos i shitni me njëri tjetrit. Mos u mani se unë jam racë e bardhë apo racë e kuqe. Unë jam racë e lartë apo racë e ullë. Mos e shih për ardhin, pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, më i miri për jush është ai që është më i mirë tek Zoti, më i devotshëm tek Zoti. Dhe nuk ka dallim tha as i bardhi, as i ziu tek Allahu xhele xhelalu, por vetëm se në vepra, në iman, në besim që ka pas tek Zoti xhele xhelalu. Kështu që keni kujdes për hapat që i hidhni, për gjinofet që i punoni, se vallahi banesa e varrit do të jetë të mërshëm. Varrit do të na shtrëngojë. Të gjithë ata lutën, o Zot, na nxjerr dhe herë ndonjë të falna si ata. Ta gjërojmë si ata. T'japim sadaka dhe ne si ata. Se kur qem atje, nuk e ngjom atë hoxhën, nuk i ngjom xhamiet, edhe ne i them jashtë rrugë. Atëherë këtu nuk ka që me ju marrë me forcë. Elhamdulillah, shiko si keni ardhur. Edhe ju bekov Zoti që po rreni shumë urtë, edhe kështu rreni se do të keni shpërblimin e Zotit xhele xhelalu. Allahu na fal, na mëshiroj gjithë inshallah.